nderuar teleshikues të televizionit Opinion, sot në emisionin tonë për Ars, kemi një të ftuar speciale, një të ftuar ndryshe, ajo do të jetë dietologja e mirënjohur shqiptare Anilia Kalleshi, e cila do të përcjell nëpërmjet bisedës mesazhe të qarta se ç'do thot dietë, ç'është ky profesion dhe a respektohet sot në Shqipëri dietologjia. Mirë se ardhe në për Ars, Anila. Mirë se u gjeta. Unë do të doja që këtë bisedë ta fillonim krejt ndryshe. Dietologjia thuaj se ka hyrë si një gjini e veçantë e mënyrës ushqirit, trajtimit të njeriut, të shëndetit të trupit, mbas demokracisë. Nuk njihej thuaj se në regjimin komunist një diçka e tilla apo jo? Nuk besoj që është kështu, sepse mendoj që thjesht nuk është bërë nga një dietolog ndoshta kjo gjë. E kjo pra, nuk ka pasur një specifikësi. Dietat njihen sepse për sëmundje të ndryshme, natyrisht, për patologji të ndryshme, natyrisht çdo njeri duhet i nënshtrohet një regjimi ushqimor të caktuar. Dhe janë mjaft mjek, për shembull për sëmundjet kardiovaskulare kanë qenë mjekët kardiovaskular ato që kanë dhënë ndoshta recetat e tyre lidhur me sëmundjen, pra çfarë janë ushqimet që duheshin ndaluar rreptësisht apo ushqimet që këshilloheshin të konsumoheshin, po kështu për diabetin, po kështu për hipertensionin, po kështu për sëmundje të ndryshme të kancerëve, pra nuk është, por gjithsesi është një shkencë në zhvillim, një shkencë që çdo ditë më tepër po jepet një rëndësi shumë e madhe, po përderisa në Shqipëri nuk sistem nuk ka qenë një qendër për shembull dietologjia, siç keni ju qendrën tuaj, nuk ka pas apo? Jo, pra, është vërtet. Ky ishte mendimi pa diskutim donë që ka pasur të natyrave që ju thatë, por thash që një qendër e mirëfillt ku unë të drejtohem apo njerëz të tjerë të drejtohen, nuk ka ekzistuar më parë. Është e vërtetë, është shumë e vërtetë kjo gjë. Atëherë të kalojmë sot. Unë them se një problem i gjithë shoqërisë shqiptare është mos respekti ndaj vetvetes. Abuzohet me ushqimin, abuzohet me mënyrën e konsumit të alkoolit, pra nuk mbahet një dietë. Njeriu nuk ka respekt për vetveten, për trupin e vet të mirë. A është e vërtetë kjo në raport me vendet e tjera? Deri diku, okay, por që do thoya që në Amerikë për shembull mbahet për njerëz me 1/5 dhe obezitet të theksuar. Nuk është thjesht çështje respekti. Ne vim nga dy epoka të ndryshme, nga epoka do i quaja, ajo ku ne kishim ushqim mangësira të theksuara ushqimi, ushqim racion, ushqim bio në fakt, shumë i shëndetshëm si ushqim, por që ishin shumë të pakta, mundësitë për të përgjedhur apo për të marrë ushqime të sakta ishin shumë të pakta. Ndërsa sot ne jemi përballë një game shumë të gjerë ushqimesh, ku industrialistët abuzojnë në mënyrën më të çmendur të mundshme, duke përdorur formula të ndryshme të cilat vërtet e bëjnë ndoshta atë çfarë na servirin shumë të shijshëm, pasi truket brenda janë të paimagjinueshme, por që në fakt nuk na japin vlera ushqimore. Dhe ne na gënjen syri duke parë ushqime të bollshme, ushqime me shumë ngjyra, me shumë shije, pse jo, por që në vetvete kanë shumë problematika, pasi janë ushqime të procesuara, ushqime ku vlerat ushqimore, ato çfarë ne na serviren dhe na nevojiten për t'i marrë, nuk i marrim dot, edhe pse ndoshta në etiketa shpeshherë gënjehet dhe abuzohet me këto vlera. Dim tashmë jemi të mbytur nga hormonet, nga pesticidet, nga antibiotikët gjatë trajtimit të rritjes së kafshëve. Pra janë një sër problematikash të cilat lidhen me ushqimin dhe këto janë në favor të industrialistëve, ato çfarë dhe në dëm të konsumatorëve. Në këtë këndvështrim, unë ditë një shembull shumë interesant. Para disa vitesh kur bëj një festival filmi, takova një regjisor francez dhe midis tyre tha, duke parë disa filma shqiptar të kohës komunizmit, më bëj çudi tha dy gjëra, që të gjithë shqiptarët janë shumë elegantë. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Pra, kjo ka të bëjë me atë mënyrë ushqimi, ndoshta e pakët po. Ne të dy i përkasim atij brezi. Dhe e dim shumë mirë se si ushqeshim në atë kohë. Është e vërtetë që ne konsumonim, mund të qëllonte, unë kam qenë shumë e vogël, ndoshta do thoja, dhe në një periudhë mund të konsumoja edhe gjysmë buke në ditë. Gjatë gjithë ditës konsumoja gjysmë buke në ditë. Pra 2-3 feta në mëngjes, 2-3 në drekë, 2-3 në darkë, por ushqimet e tjera që ne konsumonim ishin shumë të pakta. Ndërsa sot, pra mund ta konsumoja të bukën vetëm me gjalp ndoshta, ose vetëm me djath, ose kishte familje që nuk e ngopnin as bukën thatë, nuk kishin ndoshta ta merrnin.
ndërsa sot ti mundësi ke të pafundme. Pra nuk e qanë atë copën e gjalpi që të mungonte atëherë apo të copën e djathit. Nëse një familje konsumonte brenda një jave, e gjithë familja kishte të drejtë të konsumonte vetëm 1 kilogram djath, sot mund ta konsumojnë brenda një dite. Kjo është që gama e gjerë e produkteve që ne na serviret sot është e paimagjinueshme dhe përveç asaj, ajo çfarë është më rëndësishme, në atë kohë na ishte dhënë si detyrë që 3-4 herë në javë ne kishim fizikulturë në shkollë. Dhe përveç asaj, çdo mëngjes bëheshte gjimnastika e mëngjesit. Pa llogaritur që nuk kishim luksin e ashensorit, nuk kishim luksin e telefonit, sepse telefoni ka shumë gjëra. Po makina. Ti duhet makina po mjafton ti duhet shkoje te gjyshja për të mbaruar një punë. Dhe duhet të shkoje, po mund të kthehesh e bosh sepse gjysha ishte dhe të binte ndoshta atë rrugë ta bëje 2-3 herë. Ndërsa sot çdo gjë mbarohet me telefon, s'ke nevojë të shkosh as te gjysha, as te kushëria, as te miqt për të bërë hapa. Dhe këto hapa ishin shumë ndim. Pra llogarit një ushqim bio, ushqim i pakët dhe aktivitet fizik, natyrisht që do kisha atë trup perfekt. Ndërsa sot ke ushqime të mbytura në hormone, pesticide, antibiotik, shtesa ushqimore, sheqera pafund brenda për t'i dhënë shije ushqimeve për t'i shitur, për t'i tregtuar. Gjithashtu një mungesë të theksuar të aktivitetit fizik, kuptohet, është matematik gjithçka. Atëherë të vim tek qendra juaj. Është një qendër që do të thonë është e vetmja në Tiranë, ku ju trajtoni VIP-at, jo femrat shqiptare VIP-e që me të vërtet si në art, në kinematografi, ashtu në politike etj. Që përfaqëson vetë sot një qendër dobësimi dhe çfarë ofron ajo dhe ju pikërisht vetë tek të gjithë kjo masë e madhe njerëzish, sidomos të femrave që e kanë në radhë të parë lukun dhe elegancën? Ti e di për ardhjen time, duhet t'ja them edhe teleshikuesve, jam fëmija i një kampioni në peshngëritje, jo një kampioni, po një super kampioni. Deri të kombit. Deri kombit, sepse unë fakti më ka sjellë që i ka marrë gjithë peshngëritësit dhe gjithë sportistët, ky është profesioni im. Dhe 2 veta kanë beçuar, doon që kanë gjoksin me medalje. Faruk Kalleshi 1 dhe Isa Tare 2. Është e vërtet. Dhe Imat historikisht ka pasur një sport ku përveç se çonte pesha, duhet të kishte edhe një peshë trupore shumë fantastike. Dhe për të arritur ato rezultate, natyrisht i duhej të futesh shumë shpesh në regjime të ndryshme ushqimore. Dhe unë me dietën e babait tim jam rritur pothuajse gjatë gjithë kohës që ai ushtrohej me sport. Po kështu mamaja ime, një akrobate shkëlqyer në teatrin Migjeni, edhe ajo forma trupore duhet i kishte perfekte. Deri në moshën 18 vjeçare, do thoya deri në momentet kur jam bërë mama, nuk kam pasur probleme me mbi peshën, absolutisht kam pasur një trup të lindur dhe nuk dija fare se ç'ishte dieta, regjimi ushqimor. Thjesht si natyrë, kam qenë natyrë pak e përzgjedhur në ushqime, nuk them tek anjozi që haja gjithçka, por nuk konsumoja ëmbëlsirat si natyrë dhe nuk konsumoja brumrat shumë, nuk kisha e dhënë shumë pas brumrave. Edhe probleme në organizëm nuk kam pasur asnjëherë për mbi peshën, edhe pse pas 9 dietës ndollën hormonet, pesticidet, ushtuan ushqimet pafund. Të tajmë dy do pjesë jetat, ëmbëlsirat dhe brumrat, kush janë më të dëmshme? Unë do thoja të dyja janë të dëmshme, sepse pjesa më e madhe e brumrave që na serviren sot janë me origjinë janë të procesuara, që nuk kanë vlera ushqimore, thjesht kanë kalori boshe, të servirin kalori. Ndërsa tek ëmbëlsirat kemi sheqerin pafund, i cili direkt në momentin që futet në organizëm, trupi prodhon shumë insulin për ta stabilizuar këtë sheqer në gjak, dhe pjesa e tepërt e sheqerit që nuk arrin të depërtoj ose të rregullohet në gjak, konvertohet direkt në yndyrë. Pra të dyja janë problematike për organizmin. Sot shikojmë që ka një tendencë të jashtëzakonshme të artistëve shqiptare kryesisht për të mbajtur një trup perfekt, por edhe të politikanëve. Kush më kujdesme sot në atë morinë e femrave që vinë, janë politikanet, janë aktoret, apo në një, domethënë, gjini e fushe tjetër të jetës që tani këngëtarët duhet të jenë në skenë çdo natë. Edhe duke qenë në skenë çdo natë, duan veshje të bukura. Femrat në përgjithësi i kushtojnë vëmendje veshjes më shumë se anës së tyre. Po, edhe për të ndonjur një fustan bukur, përpiqen të rregullojnë trupin. Nuk është se duhet të kenë trupin për të gjetur fustanin. Një trup i bukur i shkon çdo gjë. Nuk bëjnë këtë gjë.
Këngëtarët janë të predispozuara, por ka shumë edhe politikanet, po t'i shikosh, sot janë goxha të kuruara, të rregulluara, të sistemuara, me trupa shumë të mirë, një pjesë e madhe e tyre, sepse shikojnë që është ajo që ti në fillim e përmendë dhe unë doja doja ta zbeja më shumë për të mos ofenduar ndoshta dikë që është mbi peshë, por që vërtet është një respekt për veten në momentin që ti ke një trup të shkëlqyer. Ka shumë momente që njeriu domethënë abuzon. Ku duhet të jetë më i kujdesshëm njeriu në raste fundjavash, në raste dasmash, në raste festash dhe çfarë duhet të ketë, domethënë gjërat më praktike në këto ditë që me të vërtet njeriu të ndihet komod dhe qefin ta bëj, por edhe mos abuzohet. E rëndësishme për çdo kë është të di pak a shumë një metabolizëm, se çfarë ka. Megjithatë, unë do thoya që çdo kush e di pak a shumë masën deri ku i mban trupi, do thoya, me fjalë pak më të thjeshta ndoshta për të kuptuar. Që të thotë, çdo kush mund të gëzojë natyrisht, sepse ushqimi është shija më e madhe e jetës, është diçka që vërtet të jep një kënaqësi të paparë. Në momentin që ti ushqesh normal, ti je shumë i lumtur. Në momentin që ti fillon të frenohesh, i futesh dietave, trupi fillon të prodhojë më tepër hormonin e kortizonit, i cili është një hormon i cili frenon ndoshta atë kënaqësinë e tepër që i ndodh organizmit dhe ndihet i stresuar, bie në depresion dhe natyrisht, përpara festave, përpara ceremonive të ndryshme që ne na ofrohen, është shumë mirë që pse jo mos t'i ndajemi, mos të jemi në një dietë të mërshme. Por të jemi pak përzgjedhës do ishte shumë e mirë. Nëse do na servire një pjatë e mbushur me yndyrna të tepërta, me një mish gjithë djam, ku diun, do ishte e mirë që deri diku ti thërrisni mendjes për pasojë që do ndodhin nga mbrapa. Dhe një përgjigje saktë do ishte gjëja më e mirë. Për mishrat, shqiptarët janë mishngërënës, njihen. Atëre, kush janë mishrat që janë më të pranueshëm për organizmin e njeriut dhe që nuk e dëmtojnë nëse hanë sasi normale dhe cilët janë të dëmshëm nga këto mishra? Varet, janë kategori të ndryshme të cilat e tolerojnë apo jo. I deles, i dhis, i viçit, një person me sëmundje kronike natyrisht nuk e ka shumë në favor konsumimin e mishrave. Bëhet fjalë për persone që vojnë nga diabeti, hipertensioni, kolesteroli i lartë, me kancer të ndryshme që konsumimi i mishit natyrisht duhet shmangur pothuajse totalisht. Ndërsa për persone që nuk kanë absolutisht asnjë lloj problematike në organizëm, edhe këtu nëse do i referoheshim dietave sipas grupeve të gjakut, persona që kanë grupin e gjakut A për shembull, nuk e tolerojnë konsumimin e mishrave, pasi kanë një midis alkalin në organizëm, i cili e pengon tretjen e mirë të mishrave. Një tjetër kategori mund të jetë kategoria e grupit AB për shembull, që edhe ai nuk është shumë i tolerant ndaj konsumimit të mishrave, por kërkon këto mishrat e shpendve, mishrat e butë kryesisht. Grupi i gjakut 0 për shembull është më tepër tek mishrat pa dhjam, kuptohet, por që konsumon një kategori të gjerë mishrash. Pra, janë persona të ndryshëm, çdo kush mund të arrijë ta kuptojë në një fryrë barku, në një konstipacion, në probleme me zorrët, nëse gjatë konsumimit të mishit ekziston një nga këto faktor, natyrisht mishi nuk është shumë intolerant për këta persona dhe këta persona duhet të jenë të kujdesshëm në konsumimin e tyre. Gjithsesi, këshilla ime është jo më shumë se 170 gram për person. Në ditë? 2 herë ose 3 herë në javë. 2 herë. Atëherë të marrim një moment. Një femër në kushte normale, çfarë duhet të konsumojë në mëngjes, në drekë dhe në darkë? Një femër në kushte normale, pjesa më e madhe e tyre nuk konsumojnë mëngjes fare. Kjo është dhe me dëmshme. Me sa kam lexuar unë që është më mirë domethënë të hash një mëngjes të fuqishëm se sa një darkë të fuqishme. Është e vërtetë. Dhe anashkalimi i vaktive është shumë i dëmshëm, kështu që këshillohet gjithmonë që të konsumohen vakte të shpeshta dhe të ndërmjetme, që janë shumë të rëndësishme. Vaktet të ndërmjetme bëhet fjalë për paraditen ose pasditen, ku do konsistonte shumë mirë në konsumimin e një fruti, lëngu frutash, një kost me fruta ndoshta, mund të jetë një kek i bërë vetë në shtëpi, ku do ishte me miell integral, me sheqer natyral që mund të ishin me copa frutash do ishte shumë e mirë, pa i shtuar shtes sheqeri të përpunuar. Dhe mëngjesi do ishte i shkëlqyer të kishte një bazë përbërje bulmeti, për shembull, që do ishte qumshti, djathi ose kosti. Mund të ishte shumë mirë një proteinë përftuar përsëri nga djathi apo nga veza,
që përsëri do ishte e mrekullueshëm për të konsumuar, po kështu do ishte mjaft e preferuar dhe konsumi i drithrave integral, bëhet fjalë për tërshërën që do ishte shumë e mirë, për cerealet e ndryshme, një fet buk integrale do ishte përsëri e mrekullueshme, qoftë elbi, thekre, me susam, dhe faret e linit do ishin shumë të mira për të konsumuar ndoshta në atë kosin që ne do konsumonim. Musli është i mrekullueshëm, që është tërshër me fruta të thata, shumë i mirë për të konsumuar, por gjithmonë duhet pasur një sens mase, jo më shumë se një lugë e gjysmë 2 nga këto produkte. Dhe një drek do ishte shumë e mirë për të konsumuar, qoftë mjafton të jemi të përzgjedhur në atë çfarë ne ofrojmë. Pra, ndoshta nëse ne përzgjedhim proteina, nuk do ishte e mirë që t'i përziheni me karbohidrate, pra të përzgjidhim në drek proteina dhe në darkë karbohidrate. Dhe proteinën që do merrnim, pra mishën ose peshkun që do merrnim në drek, do ishte e mirë të shoqëronim me perime të zgjedhura, zgare, do ishin shumë të mira. Edhe sallaturinat, ato çfarë ne ofrojmë pak kalori, na ofrojnë shumë vitamina minerale, na japin shumë ujë për të qenë të hidratuar. Sallatrat. Dhe na mbushin stomakun, pa marrë shumë kalori, do ishin shumë të mira. Po në darkë? Darka do ishte disi më lehtë. Dita është preja, mëngjesi si mbret, dreka si një print dhe darka si një i varfër. Do ishte një darkë e lehtë, ku nuk do ofronte shumë kalori në fakt, që nuk do konsumoheshe pas orës 7:30 të darkës, do ishte shumë e mirë për të mos u konsumuar më vonë, pasi do na sillte kalori të tepërta pa arritur të shkrim, sepse dim që direkt pas vaktit të darkës ne shtrihemi dhe ajo shtrirja është shumë e dëmshme. Kjo është ndoshta për shkak në vende të tjera perëndimore darka hajt që në 7 dhe në 6 fare. Edhe në 6, edhe 3 orë kalohet në aktivitet. Kjo është më mirë për metabolizmin e njerëzit. Natyrisht, sepse në darkë, në momentet kur ne jemi në një relaks total në gjumë, ne nuk harxojmë absolutisht asnjë gjë. Trupi vërtet punon, është në gjendje pune, por ajo çfarë konsumon është thuajse asnjë gjë. Asnjë gjë. Është si një makinë që ti gjatë ditës ti e konsumon karburantin sepse je në lëvizje. Në momentet që ti e mbyll në garazh, nuk e konsumuar gjë. Unë kisha merak vetë në shumë biseda që e kam anashkaluar të bëj sot pyetjen nesër. Populli shqiptar është populli që ha më shumë qofte. Mo të marrim Tiranë, mund të ketë domethënë mbi 70-80 dyqane qofterisë. Është e dëmshme për organizmin e njeriu qofte. Atëherë, në qoftë se është konsumi i përditshëm, natyrisht është e dëmshme. Në qoftë se pra në qoftë se është një bëhet rutinë që çdo mëngjes ti konsumon bukë me qofte. E para e punës duhet të jesh shumë i sigurt në produktin që prodhohet. Ne dim tashmë që për të prodhuar qofte përdorëm pjesët më të pangrëndshme të mishit. Bëhet fjalë për vesh, për bisht, për lëkurë, gjëra të cilat bluhen dhe me erza, me aroma të ndryshme, ti nuk arrin ta kuptosh se çfarë konsumon. Kjo është një ndër faktorët që çon në dyshimin që ti nuk po konsumon një produkt të saktë, një produkt të shëndetshëm. E para. E dyta, trupi ka nevojë për shumë mikronutrient dhe makronutrient, pra ka nevojë për ndryshim produktesh, për një gamë të gjërë produktesh. Mund thuash ti po mirë në kohën e enverit apo në kohën përpara ne jetonim me një, nuk është se kishim shumë gamë të gjumë ushqimesh dhe natyrisht kishim mangësi. Natyrisht që kishim mangësi, sepse jeta në atë kohë ishte shumë e shkurtër. Do me thënë, bëhet fjalë për ti kur shikoje në rrugë një burr 50 vjeç, ty do dukesh shumë i plakur, në një kohë kur sot është në kulmin e jetës tij. Kështu që jeta ka evoluar dhe ne përpiqemi që të marrim më të mirë në mundshme, qoftë për të pasur një gjatësi dhe një jetë të shëndetshme, për të mos vuajtur nga sëmundje të ndryshme. Por gjithsesi, prezente në këtë kohë nga konsumimi jo i shëndetshëm i ushqimeve, qoftë edhe qofteve që ti sapo përmende, është shkaktar ndoshta i shumë kancereve dhe veçanërisht kancerit të zorrës së trashë. Qoftë ja? Qoftë dhe gjitha produkte që përdoren në mënyrë të tillë. Pra, sidomos sepse është një produkt që vjen nga mishi, kur ne tham nuk duhet konsumuar më shumë se 170 gram në ditë, dhe kjo nuk duhet konsumuar më shumë se 2 herë në javë, 2 deri në 3 herë në javë mish, dhe cilësia e mishit është shumë e rëndësishme, pasi brenda një dite ti mund të marrësh hormone pafund në konsumimin e një cope të vogël mishi.
Kështu që është shumë e rëndësishme të dish përjardhjen e këtij mishi, sa i shëndetshëm është dhe sa mirë është rritur kjo kafshë që të serviret ty për të konsumuar. Dhe në qoftë do të marrim në gamën e gjithë këtyre ushqimeve, ka një dallim ndërmjet mashkullit dhe femrës, domthonjë që këto lloj ushqimesh janë specifike për femrat dhe këto për meshkujt, apo metabolizmi i njeriut është i njëjtë dhe nuk ka këto dallime, domthonjë që. Jo, metabolizmi i njerëzve ndryshon nga njëri te tjetri. Sigurisht, por që them në gjini. Fizik, nga gjinia është komplet e ndryshme. Një mashkull ka një metabolizëm shumë më aktiv se sa një femër, duke krahasuar që masa dhjamore e mashkullit është gjithmonë shumë e ulët se sado i shëndosh të jetë një mashkull, masa dhjamore që është tek një mashkull është shumë e ulët se sa tek një femër, sepse femra ka një dhjam më të stazhinuar, ndërsa meshkujt e kanë më të butë dhe kanë shumë kollaj për ta tretur ato dhjam që kanë brenda dhe përveç asaj, meshkujt kanë një masë muskulore më të madhe krahasuar me femrat. Femrat pas periudhës menopazës, në periudhën e gjatë periudhës menopazës humbasin rreth 400 gram muskuj në vit, ndërsa meshkujt nuk e kanë këtë tendencë për ta humbur këtë masë muskulare, përkundrazi, dhe duke pasur një masë muskulare më të rritur, natyrisht ajo është në përputhim të drejtë me metabolizmin, pra sa më shumë masë muskulare të kemi, aq më shumë një metabolizëm më të mirë do kishim. Të vim tek pijet alkolike. Më të dëmshme janë pijet alkolike apo përdorimi i mishit? Pijet alkolike shoqërohen shpesh me përdorimin e mishit në fakt, por që alkooli në vetvete është një element i cili është shumë i dëmshëm për organizmin. Ndërhyn më njëherë në gjak, duke bërë të ngordhin mira qeliza, të vdesin mira qeliza. Dhe përveç asaj, është një element i cili na ofron dhe kalori të tepërta. Një tek alkool ka rreth 400 kalori, që të thosh që e zoncuar, e konvertuar me është pothuajse e konvertuar me një vakt, që mund të ishte një vakt mëngjesi ose një vakt dreke, një teke. Por meshkujt në përgjithësi nuk ngelin tek gota e parë, por vazhdojnë pastaj marrin shumë, gjë që e konvertuar në përsërinë e kalori, do thoya që ndoshta në një ditë, vetëm në një ditë mund të marrësh kaloritë që duhet të kishe marrë gjatë gjithë javës. Domethënë është shumë i dëmshëm. Por nuk është e thënë që të gjithë njerëzit që pinë alkool të jenë të shëndetshëm, sepse kanë dhe nga ato që kanë një metabolizëm hiperaktiv, ose kanë probleme me gjendrën tiroide e cila të bëjnë që të humbasë shpesh në vetvete, ose janë diabetik të cilët përsëri humbasin presh, pra nuk është thjesht e lidhur vetëm me mbi peshën. Janë persona të cilët janë hiperaktiv, ecin, lëvizin, dhe pse pinë alkool nuk është se i bën ndonjë dëm të madh, gjithsesi alkooli është i dëmshëm dhe i tmerrshëm. Vera këshillohet për personat që kanë probleme me sëmundjet kardiovaskulare, për antioksidante që na ofron dhe polifenolet, por gjithmonë sastia duhet jetë reduktuar, jo më shumë se një gotë do ishte mirë. Gjithsesi, për njerëzit që nuk kanë këto probleme me sëmundjet kardiovaskulare, për të mos marrë pesh, duhet jenë të kujdesshëm dhe ato. Apo kthehet në kulturë respekt ndaj vetvetes në Shqipëri? Besoj se po kthehet, sepse shumë shpesh tashme njerëzit përballen me sëmundje të çuditshme, me sëmundje të cilat nuk arrin të gjejnë ndoshta edhe shkakun, dhe që gjithmonë duhet kemi parasysh që diçka ka ndikuar në organizmin e tyre dhe ajo çfarë është më kryesore dhe ajo çfarë lidhet drejt për drejt me këtë problem është kequshqyerja. Qoftë mbi ushqyerje, qoftë në ushqyerje. Edhe në ushqyerje ndikon po kaq shumë sa mirë ushqyerje? Natyrisht, persona që kanë një nënushqyerje, që janë anoreksik apo vuajnë nga bulimia, janë ato të cilat ushqejnë shumë dhe e vjedhin ushqimin më njëherë sa po e konsumojnë. Edhe këta persona kanë problematika të mëdha në organizëm, pasi kanë mungesa të theksuara të vitaminave dhe mineraleve, gjë që janë vitale për jetën. Ato vërtet janë mikronutrient dhe quhen mikronutrient jo sepse kanë vlera mikro, por sepse ato bëjnë çuditëra, si puna e parfumit të shtrenjtë që vihet në shishe të vogël dhe ka një esencë shumë të madhe. Po kështu dhe vitaminat janë mikronutrient sepse nuk janë siç janë proteinat, karbohidratet dhe yndyrnat të cilat maten me gramatura. Ato maten me mikrogram ndoshta, por që kanë vlera të mrekullueshme për sistemin metabolik, për sistemin imunitar dhe për të gjithë sistemin tonë të tretjes që ndikon në tru, ndikon në sëmundjet kardiovaskulare, në diabet, në të gjitha organet kanë një efekt
çuditbërës. Kush ka qenë suksesi i punës suaj? Duke patur parasysh domethënë që kudo që sot pyet në Tiranë, do të thonë patjetër Qendra Kalleshi. Ku qëndron ky sukses? Tek korrektesa apo ndoshta tek ajo që me të vërtet përgatitja juaj, sepse ju keni bërë 2 libra për dietologjinë që nuk janë tregur në tregun shqiptar në mënyrë të rrufeshme. Mos ka ndikuar kjo? Për të bërë kjo që jam, kam punuar shumë. Dalë në mëngjes në ora 8:30 nga shtëpia dhe kthehem në 8:30 9 të darkës, dhe nuk mjafton kjo, sepse fillon sherrri përsëri në shtëpi, bob, nuk do punosh më, sepse vazhdoj deri në 2 deri në 3 natës, duke kthyer përgjigje njerëzve, duke qenë koherente me të rejat e fundit të shkencës. Unë aktualisht vazhdoj dhe në Tor Vergata në Rom për mjekësi estetike fakultet dhe master, dhe jam e angazhuar gjithmonë me të rejat më të fundit në kërkim të shkencës, në kërkim të zbulimeve të ndryshme, të cilat lidhen me mbipeshën, obezitetin, me kequshqyerjen. Jam përpjekur gjithmonë që të jap maksimumin në ndihmë të njerëzve, duke ofruar atyre pse jo një dobësim ndoshta apo një zgjidhje të problemit të tyre në një mënyrë shumë të shpejtë, por dhe në mënyrë të shëndetshme, ashtu është më e rëndësishme. Mendoj që për të qenë këtu ku jam, natyrisht përveç punës së madhe që më është dashur të bëj, kam pasur fatin ndoshta të jem edhe pjesë e mediave, duke më dhënë edhe stimulin për të zbuluar vlerat që unë kam. Dhe të kalojmë tek ato 2 libra që për ta përmbyllur këtë bisedë. Këto libra janë më shumë eksperiencë punës suaj kaq vjeçare në këtë drejtim, duke patur parasysh që ju keni filluar, domethënë keni studiuar për ekonomi dhe askush nuk besoi domethënë që të kaloni në një profesion tjetër kaq të rëndësishëm dhe kaq të domosdoshëm, aq më tepër për rezultatet që keni pasur. Këto 2 libra janë eksperienca juaj, janë akumulimi juaj, dhe çfarë duhet sjellësh në mesazh nëpërmjet këtyre 2 librave dhe me sa di edhe në përgatitje librit të tretë. Libri i parë është libri Si të dobësohemi. Ishte në fakt një guidë e shkëlqyer për femrat të cilat kishin nevojë vërtet të dobësohen, dhe jam shumë e lumtur kur takoj njerëz që më vlerësojnë për këtë libër, edhe madje më thonë që me librin tënd e kam te koka e krevatit, sepse aty marr shumë këshilla. Është një libër, një guidë e shkëlqyer perfekte, ku çdo kush do njihte vlerat ushqimore dhe problematika që sjellim në organizëm një kequshqyerje, ndërsa tek libri i dytë jam munduar të bëj profesionalisht një libër pak më të përzgjedhur. Një libër ku përveç një kategorie pikërisht, një libër ku përveç kategorisë të parë që kisha futur në librin e parë, të përfshirësh edhe një kategori disi pak më avancuar. Njerëz të cilët kishin një kulturë në nutricion dhe një kulturë në mbajtjen e trupit në formë. Bëhet fjalë, kam bërë një studim të detajuar të personave të cilët merren me aktivitet fizik shumë, merren me palestër, me bodybuilding, persona të cilët e njohin shumë mirë strukturën fizike dhe trupore, njohin të gjithë mënyrën se si funksionon organizmi ynë, dhe jam përpjekur të jap gjëra të cilat janë vërtet të nevojshme për këta persona të cilët kanë një kulturë disi më të dukshme ndoshta në nutricionin. Ju faleminderit atëre të nderuar teleshikues të televizionit Opinion. Sot ishim në një bisedë në ProArs me dietologen e shquar shqiptare Anila Kalleshi. Nga unë Albert Zoli, miru dëgjofshim dhe miru takofshim në emisionin e radhës. Faleminderit Anila. Mirupafshim, ju falenderoj.